Sot rrjetet sociale u trazuan nga dy ngjarje që kanë vënë në qendër të vëmendjes çiftin Sara Hoxha dhe Ledion Liço. Moderatori i njohur, Ledion Liço, publikoi në Instagram një mesazh të dhimbshëm, duke i dhënë lam të mirën qenushit të tij, që e konsideronte pjesë të familjes. Postimi i tij emocionar preku mira ndjekës. Por vetëm pak orë më vonë, sytë e publikut u kthyen tek festa e madhe e 10 vjetorit të fundjavë ndryshe. Aty, Lori Hoxha dhe bashkëshorti i saj Viz Bayraktari u shfaqen për herë të parë publikisht si çift i martuar. Të dy ndriçonin në qendër të vëmendjes. Ndërkohë, ajo që ngriti menjëherë pikpyetje ishte fakti që Sara Hoxha ishte e vetme. Ledioni mungonte. Në një event ku familja Hoxha ishte pothuajse e kompletuar, mungesa e tij ndezi thashë themet e ndarjes. Në rrjet po qarkullojnë komente se kjo mund të jetë sinjali më i fortë se marrëdhënia e çiftit ka probleme serioze. Me vetëm pak ditë nga nisja e Big Brother VIP 5, mungesa e Ledionit pranë Sarës po interpretohet nga shumë si konfirmim i heshturi i ndarjes. Publiku pret një reagim zyrtar, por për mediat dhe njerëzit pranë çiftit, thashë themet duken më të forta se kurrë. A është kjo fundi i një prej çifteve më të komentuar të showbizit shqiptar? Apo thjesht një rastësi në moment të keq? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe mos harroni të abonoheni për më shumë lajme showbiz.